Mbyllë deri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق الله العظيم. Kja është nderuar i gjemata ajeti 26 në suratun Nahl. E përfunduam edhe filluam gje me epicendrën e dersit ton, duke e ditë se në derset e tona, nëse e trusim tastaturën e kompjuterit inxhinierik, atje është gabariti i dersit, atje është statika e dersit, atje janë koordinatat e dersit, atje është, nëse seizmologjikisht e shiquar, epicendra e dersit. Ajo epicendra e dersit gjejt ishte në njerëzit të cilit dilshin në kodër, edhe pritshin njerëzit që vinë me i largu prej të vërtetës. Këto ishin fjalë për shkurti ka asil gjithsej tema. Allahu Jelle Jelaluhu në Kurani Kerim sot thot qartazi: Kad makara alladhina min qablihim. Këto intriga edhe para njerëzve në kohën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam i kanë bërë tjerët në lidhje me jetën edhe vazhdimin e pronës qiellore, pronës hinore, e cila e ka emrin vahi të pejgamberët që kanë kalu para Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra, të praptit në kohën e Musës kështu bëjshin, të praptit në kohën e Ibrahimit kështu bëjshin, të praptit në kohën e Sulejman alayhis salamit kështu bëjshin, në kohën e pejgamberit edhe deri në ditën e gjykimit. Fa qad makara alladhina min qablihim فأتى الله بنيانهم من القواعد. Inderuar i gjemat, po fillojmë pra me dersin e sotit. Lëvizjeve si ato në kodrat e Mekkës, lëvizje si gjematet edhe popujt e pejgamberëve përparshëm, lëvizjet e sotshme që gjena për to ram shembuj, lëvizjet e generatave që do të vinë mrapa, të këtij soji, të këtij kalibri, Allahu i ka vënë një emër në Kurani Kerim suratun Nahl. Ma më kujdes pak. Po nëse ne interesohemi edhe detalisht shiqojmë në këtë emën, është emën shumë i çuditshëm, është epitet shumë i çuditshëm. I ka thonë Allahu Jelle Jelaluhu gjithë kësaj lëvizje në Kurani Kerim ndërtes. I ka thonë ndërtes. A interesant, fitnia nuk është ndërtes, xhelozia nuk është ndërtes, hajnia nuk është ndërtes, e pa drejta nuk është ndërtes. Nuk janë ndërtes. Smundjet nuk janë ndërtes. Allahu i tha ndërtes kësaj. Pse Zoti Jelle Jelaluhu i tha lëvizjeve të popujve generat mas generate që kanë një princip me i largu njerëzit nga e vërteta, pse i tha në Kurani Kerim ndërtes kësaj? I ka thonë ndërtes se të këshit e paskën një adet, të këshit e paskën një tradit të shumtuar, tradit e ative i për njajka të mirëve kër e bojnë një punë. Baba i ka djemë të vetë edhe a i mundohet fort me punu, nënvizoj e këtë shembull. Në mundohet me punu fort, prej punëve që arritaj i ban një katë gjallit. I ban një katë. E pas taj e vdes. Ki katë i këti i qkash, a shembull se djalli ati i katin që të du të vazhdon. A shembull i qartë. Ja ka bo baba djallit me dije se unë të riktum rina, po ti mos e le, ti vazhdoj e këta përpjet. Kjo anë orën pozitive. Në orën negative këtu të dersi jonë, ato që hartojnë kësi probleme kanë në të interesum, në qenë kanë të interesum si mos me ngela jo me një shekull, po me vazhdu. Aj po jalika djallit vetë, Muhammedin a.s. refuzoje, Kurani Kerimi refuzoje, bira, ti mos i ngo këto gjallarë, se këto të qojnë humner këto të lonë ti e mrapa 500 vetë, le ti punën e hoxës, hes ti shko atje, ku po të tha mune. Pra, qka po banë ki? Ta shti ka këtë bindje, po jam bjellë dhe gjallit, një katë, gjallit, qetri katë, popullit, katë qetër, generatës qetër, sistemi tjetër,
Pra Allahu para te i tha ndërtes kësaj pune, e tha pra, këto intrigashët, që i bojnë kësi intriga, Allahu në Kurani Kerim ka thonë, fa ata Allahu bunjanehum min el kawaid, tha jam kam shkatru ndërtesën, po ka përdor një term kuranor mrekulli, mugjizë tha, prej shtillave kam fillu. Në rënimin e ndërtesave të këtive gjanave, të këtive njerëzve, tha kam fillu prej poshtë, prej shtillave. Pse s'ka thonë jav kam ndru kulmin? Pse s'ka thonë jav kam rënu kulmin? Pse s'ka thonë jav kam rënu kulmin? Pse s'ka thonë jav kam rënu o gjakët? Nuk ka thonë jav kam rënu kulmin se shumë shtëpive të njerëzve në këtë botë ju ka ra kulmi, prej frimës, prej zerzeles, prej dridhjes tokës, prej ardbebën, ku e djune se shka janë, shka ndodhin kejtë këto, ju ka ra kulmët. Për një kohë shumë shkurt, hipa i nansh, njoni një kujshia, një krena, një traki, një letfa, një qeremidi, njoni një tjegull, njoni një kapak, e mlojnë ata. Ja nisa i poshtë me piraki prap. Ja nisa i poshtë me lujt haramin prap. Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur të rënoj shtëpin, e asaj që i ka thonë, ndërtes e shekujve tha, fa ata Allahu bunjanehum min al kawaid, fa jav kam rënu prej në shtil poshtë, i kam lohat shtilat. Shka ka për qëllim? Shka është ki Kurani Kerim kështu? Qfar mugjizë, qfar mrekullia kjo? Vën një sistem kalon me emnin sistemi totalitar, qetër vën sistemi polar, sistemi qetër vën sistemi nugar, loj sisteme vin. Allahu a ditë që doje me urënuaj mo, a ja prish kulmin atia? Jo, ja prish ati temelin, prej bazave, prej shtillave, prish. E harrojnë ata mo njerëzit. Mësojnë për ata në histori se ka qenë një herë, pra bota i kash e lash. Kështu bot, prej një qenje të dukshme që i ka pas, zabitlarët e vetë, ushtrit e veta, e shtetin e sistemin, a i bot shëndrohet me një kash e lash të vjetër. A i shëndrohet me një gjë e gjëz, edhe asë gjama tepër. Pse? Allahu e ka prish në temel, a i ka dash që kjo gjatë more fund mo. Shkat, me qërë shembuj, ku janë dinastia e Firaunave? Ku janë? 34 fise, dinasti 40 e disa shekuj, do me thonë 4500 vite, ndërtuosit e piramidave, ndërtuosit e piramidave në Kairo, ndërtuosit e qiteteve të firaunistikës në qitetin Luxor, të Egjiptit edhe në brigjet e Nilit lindor dhe perëndimor në qitetin Aswan, të Egjiptit. Kultura, të cilës po i thojnë kulturën, thojza unë po i thom kulturë me i vetëdijshëm jam se a është kultura sash. Në brigjet lindore të detit të Kuq, në vendin i cili i quhet Yemen, në këtë dita 40 shekuj me radhë, dit pas dite, ndërtes mbas ndërtese, kat mbas kati, në deri më rrinë në fjallën e fundit. Imrami ai që kish pun Musa a.s. me ta, e ka pas emnin Firaun edhe ai, Firauni i Musës, i thëmë na, Firaunu Musa. Dit të shku për pjetë të ndërtu, të prap, të largu, njës prej në vërtetës e solën deri ati punën. Allahu thalë Kurani Kerim. Ja Muhammed, hel ataka hadithu Musa? Idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa. Suratu Naziat, në gjuzin 30 në Kurani Kerim. Fat kar lajmi Musës ja Muhammed, kur e kam thirrun ata me emnin tim në takim, me u taku me Musën fjala ime, edhe fjala ati së bashku për të bërë shariati ati, në kodrën e quajtur Turi Sina. Edhe i kam thonë ati, hel ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas, në luginën e shenjtë kam bisedu me Musën. Idhhab ila Firauna innehu tagha, tha dil me Firaunin duel. Idhhab ila Firaun, tha shko me Firaunin dil në duel. Çka është fjala dil me Firaunin duel në Kurani Kerim? Urdhni Allahu Gjelle Gjelaluhu, dil ja Musa në duel me ta. Edhe po e lajmërojmë qish tash, se kjo dinasti 45 shekullore, 4500 vet, fund po merë mo, po japim fund se e kam ri kulminacionin e të keqës. Tha, idhhab ila Firauna
innehu tagha fakul lahu. Thuj qartas, mos ke frik, thuj pa frik, pa komplekse, thuj ati, hellaka ila an tazakka. A ka ardhë koha me u menquruti edhe me ilon këto prava që po i ban? Me i besu Allahu Gjelle Gjelalu që të ka kriju gjithësin? I tha Firauni Musa a.s. Fa men rabbukuma ja Musa? Tha ka ke zot tjetër vlavijot o Musa? Fa rabbus samawati wal ardi. Tha Allah që të ka kriju ti edhe muë, a i që i ka kriju qejt në altë edhe në tokë. I tha Firauni Musës në polemik, në dialog, tha ma dalu l'kuruni l'ula, e shka u bon shejku që kanë kalu, tha Musa a.s. ilmuha inda rabbi fi kitab, tha edhin Allahu Gjelle Gjelalu gjendjen e ative ma mirë, ka me të njallë ti edhe ato dhe muë. Kështu ishtë dialogu, më në fund Musa e përfundoj me ta, tha Rabbi s-samawati wal ardi wa rabbi l'alamin, tha Allahu jamash, Allahu i jot, edhe Allahu i gjithësis. Kështu ka polemizu Musa a.s. Më në fund tha la'allekum ta'akilun, tha po të flasit kishe men. Kështu Firaunit i tha, kishte në nëshmimi më i madh që i boni Musa a.s. ulljes të perandorijës edhe dinastijës e Firaunit në polemik. Po në surët Naziat, fa hellaka ila an tazakka fa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, tha ta drejtoj, ta tregoj unë ti rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu ashtu që ti jesh i devotshëm. Firauni, ai që i kishte ardhur fundi, mendonte se është fillimi. Në nënvizoje këtë fjali dhe mere me vete se shumë të vinë jetë. Shumë të vinë jetë kjo. Me mendu ti helbete se jenë fillim, a ndoshta ti jenë fund. A pe do një gjemotin dërshëm një shembul të ditëve tona? Në kongresin e fundit të partijës komuniste në Rumuni, Ceaușescu t'ju pa të bo nëse e maniment, një aplauz prej 4 orëve, një dortrokitje e 4 orëve, mendoj Ceaușescu se qenë kem unë në fillimin e rrugës. E të nesrit çka ndodhi pra? Të nesrit ishte fundi ati. A shumë keq me u traftu. Me mendu se je në fillim, ati je në fund. Po e thjeshtoj me po thojmë i mjeri aj që mendon se tash është pranvera. E ka mundësi me mjell dishka. Tash është fundi. Fa hashara fanada fa kala ana rabbukumul a'la. I thirri Firaunit vetit edhe tha fjallën e fundit. Kjo ishte, a i mendon të që fillim, kjo ishte fund, tha, unë jam zoti juaj më i larti, fa ma wajadtu lakum min ilahin gajri, tha s'kam gjetë zot qëtër veç për juve veç muë. Kështu tha Firauni, lanetullahi ali. Këtë haroj që ka thonë tash, shi që është ka të thëjë tash mas kësaj. Kështu e ka njeri budal kuna, kështu e ka njeri fshim. Tha ja Hamanu, ابن لي صرخا لعلي اطلع الى اله موسى. Tha maroma një kodër e të hipin moje ta shof Allahin e Musës. Oj, ti po shka ki me pa, ti shti thave s'ka ma të manë se une. Ti u bone mo me të pa qertë, ta shti thave jam zot, s'ka qetër që shti po kërkoj njoni me ta maru një kodër e me hip ti me pa Allahin e Musës. Por ate janë maru piramidat. Kja është qëllimi i piramidave, se me janë ndërtu një kodër që a i të hipen moje të shofe Allahin e Musës. Për këtë hajvani, për këtë budalëllet janë ndërtu ato. Pra, me ndërtu një piramid, me hip nalt, me pa Allahin e Musës, a kultur qenë ka jo? A kjo e pas ka emnin kultura? Me ndërtu një minare, edhe me hip në ta me i vi gishtat muezinin vesh, edhe me thonë, Allahu Akbar. Kjo a kulturë, kjo a moja e kulturës. Se hip në altë minare e madhënën Allahun Gjelle Gjelalu. Kjo a kulturë, po jo me hip në kodër tash Allahin e filonit tash kulturë. Nuk janë ato kejt që ka të preken me dorë kulturën këtë dunjo. Do preken me dorë disa punë dhe prishët kultura, rënohet kultura, se shkon përbal me shkujen e Allahu Gjelle Gjelalu, ajo sa është kulturë. Allahu shka tha, fa atë Allahu bunjanahum min el kawaid, tha javë kemi rënu ndërtesën qëllim keqe prej bazës. Fa kharra alejhimu sakfu, e që tash plafoni e karenin, tha ju kara plafoni mbi kokë, ju kara kulmi mbi kokë. Normal, mujtët me ra kulmi me met stenat, po Allah u flet për shtilat,
ja kam rënu shtillat i vetë, mu e kupton për kulmin, se aj, si të rënu shtillat kulmi, po se po të bënd të këti. Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu ka një fjalë shumë popullore, thot, mës të martë Allahu për para. Kështu thot, mës të martë Allahu për para. E mës e merito kur që aj me të keqen edhe me dënimin e vetë, me të marë para vete, se s'ka shpëtim mo. Wa atahumul adhabu min haythu la yash'urun. Tha Allahu ju kam qut dënime prej andej ka ato se dishin. Hajde spjegona një di dënime pika shumë shkurta pra. Në suratul Haqqa, në Kurani Kerim gjuzin 29, Allahu Gjelle Gjelalu tha الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أتيب ثيكم شو زرزيلة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية يوكم شو عادت فريما 7 ليال و8 أيام اشتتنات التدت فالله جل جلاله اشتتنات التدت Çfarë frime ju kemi qu? Tha asgjë, kupton e shpejt më një herë, mos t'jesmi me një vend ders. Kupton e shpejt, frima i ka bajt gurt, jav ka hull mbi shpinë, edhe mbi kokë, edhe mbi shtëpi, edhe mbi kokë, mbi njerëz, mbi kafsh. Gurt. Tahmilu al-hasba, i ka bajt gurt prej tokë, i ka hull për mi qytete, edhe për mi fshatra. 7 lejali wa 8 ayyam. Kanë thonë djetarët me qense, atëhera shmat temperatura me të sodit, me qka motët sot, e vlerësojnë ato se ka qenë një temperaturë 900 gradë Celsius prej minusit, 900 gradë Celsius prej minusit, 7 natë e 8 dit. O i nderuar i gjemot, Allahu Gjelle Gjelalu ka pak për na dënon neve, me anën e temperaturave për na dënon, kjo a dënim. Po na jemi të mirë. Na jemi të mirë se na të parin tonë kemi të mirë. Për atë jemi të mirë na, se si t'i shkojmë parit tonë mrapa jemi shumë të mirë. Tha wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa anta fihim. Tha o Muhammed, o i dashur, xhamatin tan nuk do ta bajnë kështu azab. Kështu i tha Allahu në Kur'anin e Kerim pejgamberit ton. Xhamatin tan nuk do ta bajnë kështu azab si soi, se këto janë shumë punë trona. Than sahabët, mjert na. Kështu than sahabët, mbas e ndëgjun këtë ajet, mjert na than. S'po i bajnë, s'po na dënoj ka Allahu se tha wa anta fihim. Ti jenë mesin e ative, tha nuk i dënoj. Tha kur dese pejgamberi po na dënoj ka edhe neve, erdh Xhibrili. Prap Allahu e çoi në vazhdimin e ajetit tha wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Tha nuk do t'i dënoj, tha dhe mas vdekjes tonë me kësi dënimi umetin tan, se në mesin e ative do të ketë njerëz që do të thojnë astaghfirullah. Thuj tash, thuj në gjami tash, se unë nuk e di, në nuk e dim, aj unë që po thëmë stakfirullah, ndoshta ka met me u pranu shumë vonë, po ti nëse thuj stakfirullah, ti mos je helbet, aj që i prej ti e të thonë mitë më njëherë pranot, thuj stakfirullah, se tha unë nuk do t'i dënoj kësi dënimi umetin tanë, pse prej ative do të ketë që do të thoj e dikush stakfirullah. Inderuar i gjemot, këto janë përkujtimet kuranore që na përkujton Allahu Gjelle Gjelalu me ajete se si shka redhë kjo botë. Qetrit spjegum gje gur prej qile me zjarë, qetrit spjegum se gje i ka fut në mbranësi, ka hudh mbranësinë në sipër, lëj dënime. Thumma yawmal qiyamati yukhzihim. Kjo në dunja ka nderuar i xhamot. Tha e pastaj tha në xhehenem i nënçmoj mirë ditën e kiametit. Dënim këtu, dënim atje. Tha thumma yawmal qiyamati yukhzihim. Tha ditën e gjikimit edhe i nënçmoj edhe më tepër. Wa yaqulu ayna shurakai alladhina kuntum tushaqquna fihim. Allahu Jalla Jalaluhu pyetjen që do t'ja u ban mushrikinëve, pyetjen që do t'ja u ban qafirave, pyetjen që do t'ja u ban idhujtarëve, që maran pyetje nuk do t'ju vën ditën e gjikimit. Pse s'ju vën pyetje me aran se kjo, se kësaj pyetje s'kan me mujt përgjigje mi gjet. Cëllën pyetje ke maran provim? Kur kruesh për bankën provim ti para doktorit kur tish, kur livrit, atëherë kur s'ke përgjigje, e ke ran, po kur e ke maran, kur s'ke shpresë se ke përgjigje. Kur do këti e kështo përgjigj një dosti joni një arë me një provim, kur s'gjeti rrug dalin e provimin e gramatikor të gjuhës arabe, a ju përgjigj doktorit tha, libri jem se ka këta. Kështu tha.
Libri jam se ka, libri ati se kish qela i 9 muj, se ka qenë midis ajo problematik, mund midis po tha, libri jam se ka, këta kështu dhe eshti mund zirë. Allahu do t'ja u ban një pyetje mushrikineve ditën e kiametit, shumë tronë, s'ka përgjigje, do t'ju thotë kështu. Ejna shurakai alladhina kuntum tushaqquna fihim. Ku i keni ata që mi patët borë tek? E të vinë ato këtu e t'ju ndihmojnë, t'ju nxerrin nga kriza, t'ju nxerrin nga problemi që i keni, t'ju nxerrin nga djerësët të cilët, tha Rasulullah s.a.s. me qenë se që ato djerës të ditës kiametit rredhin në këtë botë këtu, tha lakanat is-sufunu tajri alejha, tha njët kanë pas me në tunë të. Do t'ju nxerrin prej djelit mbi kokën e njeriut, ku i keni ortakt, që mi pa të të bo mu e thojshe ka një zot, pastaj ka një djal, a i djali ka një grue, janë 3 zotna, janë 2 zotna, a i puti, a i guri, a i spomeniki, a jo përmendorja, ku i keni? Shumë është kjo pyetje e ronin nderuar i xhamat. Ditën e kiametit, sot sa shëron, se dita e kiametit sa sot. Po me një provim para doktorit mundesh me krahasu pak një kashore për me kuptu ma shpejt. Është pyetje e ron, ku i ke ato që të vinë me të nxjerr prej krize? E thonë s'ka zot, ka thonë nuk ekziston fare, ka thonë kush e ka pa, zot e ke dorën tone, zot e ke këta, natyra e band vetën, kjo është natyra, kollaj let. E dikush thot natyra i nderuar i xhamat. Natyra në këtë botë thot, edhe i mëson qerta i njeri i cili ka vendos mos me marr asnjë përgjegjësi mbi veti. Se jo që janë fjala natyra shkencë, fjala natyr pak ka lidhje me shkencën. Natyra murmuroj, natyra vetoj, natyra qiti shi, natyra qiti borë, natyra krijoi njeriun, natyra krijoi majmunin, e krijoi kacillën, e krijoi gjarpën, e krijoi borën, e krijoi pulën. Natyra, kjo sa është e lidhën me shkencën, se shkenca, ilmi, dituria duhet ma largë me hecë, du të thonë natyrën, kush e krijoi, edhe hecë në thellësi. Ata kush e krijoi, po ajo a kriju vetë, ka qenë plesht, ka qenë insekt, ka qenë virus, abo mortën, abo mi, abo rith, pi urithë, abo mos, pi mosës, abo maqor, pi maqurit, abo majmun, pi majmunit ka dalë të në selim. Këto janë prallat e egra. Këto janë prallat e egra që i lexoj njeriu në këtë tokë. Natyra, Allahu xhalla xhelalu ditën e kiametit thotë, "Therrë natyrën e të shpëton ti natyra dhe natyrshmëria nga thojt e denimit Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanu." Urdhna pra. Ejna shuraka'i alladhina kuntum tushakkuna fihim. Fa alqaw salama. Allahu xhalla xhelalu tha, a dit këto dërzohen. A dit dërzohen, tha Allahu xhalla xhelalu. Qala alladhina utul ilma inna al-khizya al-yawma 'ala al-kafirin. Ju tash është fjala për juve që jeni në xhami, edhe që jeni para televizorit në mbrëmje, tash është rendi juaj. E ju do të thoni pra ditën e kiametit, atë e që do të thoni ju, Allahu e pruni gjenimi e 500 vetë në Kurani Kerim. Tha, thojnë besimtarët, ato që janë tut prej Allahut, ato që kanë agjiru, ato të falsit, ato të agjirimit, ato të dersit, ato të vërtetës do të thojnë, sot qenë ka dita e nënshmimit për jo besimtarët. Sot qenë ka dita e nënshmimit për jo besimtarët. Kjo a fjale e xhamatit tonë, kjo a fjale e njerëzve musliman në botë, këta do të thojnë, po me këta ato shumë do të ngritën, me këta ato shumë do të jenë lartë, se bëhet dallimi përfundimtar, dallimi përfundimisht i di grupeve, i të vërtetës edhe jo i vërtetës. Alladhina tatawaffahumul malaikatu adh-dhalimi anfusihim. Kur të vinë melaiket, tash çetra jet, kur të vinë melaiket me i marr shpirtin atij që ka qenë zullumqtar, atij që ka njohur më shumë se një Zot. Nënvizoi fjalën zullum, se Rasulullah në hadith tha, in adh-dhulm ittaqi adh-dhulma, fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Iki zullumit tha. Mësuesi jon na ka mësuar neve në hadith, ka thonë ikni zullumit, se zullumin këtë botë është zullumet, është errësira ditën e kiametit, së ndel prej ative. Një zullum i kësaj bote tjetrit është zullume dhe errësira ditën e kiametit. Tha zullumqarve, kur të vejnë me lajket me jamor shpirtin. Tha alqaw salama, dërzojnë atë ditë të shkate, qka me po? Ndoshta mos mendon mos më dërzu dikush elbet. S'ka mundësi mos më dërzu.
Se nuk është ndorën tonë edhe në temën, a më u dorëzu, a mos më u dorëzu. Po dorëzojnë qertë, shtrit, në kam, rat, i smut, i shëndosh, në ndeshje, në spital, atje, kryesore duhet më u dorëzu. Spjegon historia se prej njerëzve të vdekur edhe e kanë shtremu besa. E kanë shtremu, kanë thonë, prej njerëzve të vdekur që kanë met në kom të vdekur e ka shënu historia vetëm një. Me një luft pas ka qenë. Kanë kavra, na qenë kavra e pa met në kom. Sa shë vërtit? Ashtë historia shtremume. Sa shë vërtit? Ashtë vërtit që vetëm një njeri ka vdek edhe ka met në kom. Por jo prej luft, a ishte pejgamberi Allahu xhalla xhelalu, a ishte Sulejman a.s. A i ka vdek edhe ka met në kom. Vetëm aj. Po ka vdek i dorëzu, a dorëzu. A dorëzu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A ishte shumë i smut pak pa vdek, ju ka dorëzu me lajkes shpirtave. S'ka mund si ndrishe. Tha fa alqaw salama. Ma kunna naf'alu. Ma kunna na'malu. Me këto fjalë do t'i dorëzohen Allahut edhe këto ditën e Kiametit do t'i thojnë se na nuk kemi punu keq. Edhe atëra nuk kemi bën keq. Idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Në suratul Baqara në fillim, kur ju thësh me ulemat, dietarët, njerëzve, lloj kategorive, mos bani keq, mos rregulloni. Jo, na po vëjmë rregull. Po çfarë rregulli po na vjen me ti? Prej ka po na vjen inshallah ti me këtë rregull. Ja, na nuk jemi të çrregullu. Na jemi të vu rregull, po e vëmë rregullin e ri. Për shkak se disbalancimi i kaluar mbaroi usos. Tash kemi me atë vetë, na po e vëmë rregullin. Me çka po e vëmë rregullin? Me çka e vëmë rregullin, ajo është puna jon. Atë s'ban me na u përzi. Na e vëmë rregullin me gojë, e vëmë rregullin me statut, e vëmë rregullin me program, e vëmë rregullin me dollar, edhe e vëmë rregullin me raketa. Çish të kemi qef na, ashtu e vëmë rregullin. E morim një raket, e gjujmë në Khartouma, gje e prishim fabrikën e aspirinit, çka jemi të bo? Punojmë rregull. E bojmë di raketa, i gjujmë në Afganistan, fukarave në borë, çka po bojmë? Po vëmë rregull. I morim 100 raketa, i vujmë Bagdad, i gjujmë Bagdad nase, i misim fukarate shkret, tongër si firati, edhe iftar, çka po bani? Dhe është në interesin e popullit Bagdadit, në interesin e popullit Irakit, ishte në interes të fukaras, njoni me shku me mor një bume, sante në katon, edhe me jaqit fukaras për gjomi në bërë të sofër të sifirit, edhe me shpall në gazet, se kjo bumja e dorës që jaqita unë e fukaras, në sot vetë për gjomi, prej në sokak, është në interesin e ative njerëzve që kanë qenë sofër. Kështu sot a kjo punë, kështu vejat regulli sot. Po kjo kur gjonsa, ja qet, qështu do, ja qet. Kisa problem, kua problemi? Se 500 shtëpi tonë thojnë, po, kjo mirë me vena kjo. Hajti, i del kësaj bereqeti ma vonë. Edhe 1 miliard musliman thojnë, po, kjo me vena, duhet kjo mu bo. O vllave jam i dashur, 1500 vite me radhë, i ka ajeti cili ka zbrinë suratul Baqara. Idha qila lahum la tufsidu fil ardi. Kur që thot, mos bani çrregullime në tokë. Qalu innama nahnu muslihun. Thojnë, jo, na po e vojmë rregullin. Ne po e vëm regullin. E kur kësi regullin mos u veft inshallah. Kejt ki regullin inshallah mizën Allahu xhalla xhelalu u pikët poshtë. Ash mirë njoni për neve me vu regullin familje. Ash mirë njoni prej njerëzve të kësaj kohë me vu regullin të shtëpia atje, e pastaj me vu regullin ku ishi. Alladhina yatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما يعملون بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون مير إذن الله جل جلاله سشكا كني بنون كالدنيا فادخلوا أبواب جهنم برجيجي الله جل جلاله سكار دالية سكار رك دالية فادخلوا أبواب جهنم هات هين نديرنا جهنم سكار شو معبد هين ندير جهنم هين مرندا خالدين فيها يثود من بيل ندير të përgjithmonshëm. Trishtim, me të vërtet trishtim. Hini ndirët e xhehenemit, ju mbyllën ndirët, fjala e fundit e Allahu xhalla xhelalu, të përgjithmonshëm. Khalidina fiha, fala bi'sa mathwa al-mutakabbirin. Mjerim i madh është ku kthehen mendje mëdhajt, tha Allahu xhalla xhelalu. Mjerim i madh është ku kanë mu kthi mendje mëdhajt. I ka pa një di raketa, kujt mu i me jaqit.
E ka haru Allahun xhalla xhelaluhu. Ai raketat e ati janë shumë të mëdha. Në vendin ton një njeri para 50 viteve, këtu në këtë vendin ton, këtë terenin ton, para 50 viteve gjujti me raket. Para 50 viteve në terenin ton, gjujti me raketaj. Ja gjujti raketën njonit. Ai këtë e bo një kalidro. Në malë këtë e bo një kalidro. Ujku, si pas zakonit vete kish përmledh kaprollin të haje, erdh kaprolli, erdh dreni i shkret, te kam të ati hini, për me shpëtu. Kje kish qiftër me veti, tha, po kur ma mirë se më kja ardhë. O, s'kan dunjo e në bot ma keq, s'kan këtë dunjo ma keq, se aji që tu ka dorzu me botin ta një pun. Tha, o, po ti tha, kur ma mirë se më kja ardhë. I grau qifte ati, i gjujti raket ati drenit të bukur i cili ishte të ikë prej anë miku tjetër, e mendoj se te ki do t'a gjenë shpëtimin. E boni kalin e drove. I anoj ki kaprollin në samor. Hipi edhe vetë në bidru, se pak drumorin, se drenin ka me qunë shpi. Allahu gjelle gjelaluhu a dit vere, boni një megël fort vogël, edhe e gjujti me raketën e Allahut në kupën e kres, edhe këta, edhe drenin, edhe samorit. Radhi ka gjematin dërshëm, Allahu gjelle gjelaluhu nuk harron. La yadillu rabbi wa la yansa. Ka thonë Kurani Kerim, Allahu se humbudhën, as nuk harron as njëherë. Mas 5 minutave, mas 10 minutave, aj nuk të harron. Ti gjurë me raket? Aj pas ta gjurë. E di ka në len bavon, po pa e gjujt se len, edhe kush ashtë gjallë ka me pas e ka me qeni gjujtur. Jo pi muë, prej Allahu gjelle gjelaluhu ve gjelle shanu, prej një argumenti shumë të thjesht. Aja është, kejt gjonat, i cekun gjamiton, gjitha gjonat, holon kër këputën, kur të holon këputën, vetëm zëllumi këputët kur trashët. Vetëm zëllumi këputët kur trashët. Kur që përthajet guma kerrit? Kur të plasa jo? Kur ti nojsh shumë nalt, apo? Ti non, se ti jemen e madhë. Non, e ma, bere dhe njo, e ma, bere dhe njo, e ma, bere dhe qetërin qite, se pe e ma, tonë e dële qirë, pas ka shafu pak, po, e ma, që të një qetër, se e ma, në edhe në altë nisan se e ma, që të të hekrat se e ma, e pas taj, kur ti sasë është kejtë qka ki me qitë mo, kur ti nojsh kejtë në kjerë, qka e karenin, kush e karenin? E karenin mu nis, apo? Ta mam të unisti, atë ka bova ki? Ta mam të unisti, Kristopi. Plasi. Po plasi dhe? Plasi. O, inderuar, kush e plasi? Po e plase ti, se e ke te pru, nuk ban ma shumë. Allahu gjelle gjelalu është ka thonë, sabur, unë duroj fort, ka thonë nuk hakmirëm, ka thonë, po nuk e harroj hakin tem, kështu ka thonë, nuk e harroj hakin tem. E pastaj një problem qëtër duhet sqarun këtë vend këtu, se ka thonë hadisin kudsi, men ada li walijen, faqad adhentuhu bil harb. Kush manguc muë të dashurin, ka qel front me muë. Kush manguc të dashurin, ka qel me muë front. Ka hap luft Allahu gjelle gjelaluhu. Veç këto a një problem. A jemi të dashur të Allahu gjelle gjelaluhu, se kete meritojmë. Hakin ton pa qetra, hakin më umor. Hakion pa qëtër më morë. A jemi të dashur të Allahut, a jemi në vi, a jemi mirë. Mu më do këtë se na shumë kemi shka me përmirësu. Ka shka me përmirësu hala, që të bomi edhe matë mirë se jemi. Na jemi të mirë, ashtë realitet. Po na fushën e veprimit, për ka me mira, e kemi shumë qelë hala, me u përmirësu edhe ma mirë se shka jemi. Wakile lilledhine utul ilm, wakile lilledhine të takaw madha anzala rabbukum, kalu khejra. Sa tash edhe një di fjalë po i flasim na po i folim kështu për grupin e ditë. Grupi i parë, di grupe që po i cekim, grupi i parë ka në fillimin e dersit gjejt. Kush a qenë gjën ders, kur fillum kështu tham, qalu madha anzala rabbukum. Çka ka zbrit Allahu Muhamedi, çka than ato? Vijat vjetra apo, prallat vjetra. Sot tash flet grupi i ditë. Wa idha qila lahum madha anzala wa idha qila lil ladhina ittaqaw madha anzala rabbukum. O ju të devotshmit, o ju musliman, o ju ramazangjit, o ju njerëz të ibadetit, shka i ka zbrit Allahu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam? Qalu khayra, thani i ka zbrit hajr.
kur vishin arabët, u takoshin me mushrikët, shka i po i zbrit Muhammedit, rena. U takoshin me muslimanët, shka po i zbrit Muhammedit, atë shka më mirë. Demagogët, këtu e gjojnë një vërim për me hi, demagogët, e gjojnë një vërim për me hi. Ato thojnë kështu demagogët. Pa pe shaf qisha e vërteta, se i cili be vlat vetin pe përkra. Mushriki ka thonë, ka shdrip, rren, pse ka drejt. Muslimoni pse e përkra Muhammedin, ka zbrit hajr. Demagogji e thell. Na muslimanët s'jemi demagoga. Na as plagiator nuk kemi. Me demagogji na s'kemi pun, fare. Vetshin edhe pyetshin njerëzit, shka po i zbrit Muhammedit muslimanët, ju përgjithshin, thoshin mirë, po i zbrit hajr. Kallzona prej ati hajri pra. Ta dim se a kemet vërtet hajr ajo. Kallzona prej ati hajri që po i zbrit Muhammedit. Tha, po thot, Allahu i vetë po i thot Muhammedit, po i thot kështu. Idha akultum fa adilu kur të folni mos rreni. A ka në hajr? Hajri madh. Idha hakamtum bejnë në nasi, në të hkumu bil adl, kur gjikoni me drejt. A ka në hajr? Hajr për i zdrip ka Muhammed a.s. Tha Allahu në Kurani Kerim, la te kulu amwalakum bejnekum bil batil. Mos jani pasunin një një qetrit. Hajr për i zbrit Muhammedit. Me të vërtet Muhammedit për i zbrit hajr. Këtu a ka demagogji? Kur një demagogji hiq? Allahu Gjelle Gjelalu tha, o ju njerëz, është një fjale ka emnin farefisni. Farefisni dhe me thonë vlavi jem, migja jem, daja jem, vlavi nonës, vlavi babës, gjali vlaut, vlau, farefisi. Tha, fjala farefis, e cila në arabisht e ka rahim e emnin, fjala farefis, është e lidhun, është e varun, në arshul ala, në qilin më të lartë është e varun, fjala farefis. Kështu Islami ka thonë, nëse e ndërpreni, Allahu tha, i kini ndërpre lidhjet me muë. Kjo i ka zbrit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimu muallaqatun bil arshi taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Me familjen tonë si mos shkoj eja, i kini ndërpre lidhjet me familjen. Kjo po i zbrit Muhammed Mustafa musliman thoshin. Po ato si cekshën gjonat gjatë than, shka po i zbrit Muhammedit than hajr. Muhammedit po i zbrit hajr, bol hajri madh. Po i zbrit ati Kurani Kerim, po i zbrit sistem ati. Qka po i zbrit Muhammed Mustafa prej qilë, o ju musliman që i keni shku mrapa. Tha po i zbrit Allahu Muhammedit khajr. Tha po thot në Kurani Kerim, aqimus salata wa atu zaka, falë në namazin, zekatin jip një të varfure, dilni të varfure zot, ka tja nisim o zot, pitet ngatit nis një, pitet afermit nis një, mëse qëni zekatin a gjenë skajt dynjos, a i vlau ati nga të problem ka me i darën, që qëllënisin se nuk konsiderot atje larkë, përqojnë e zëqatën me një ven në donë, zëqatën, përqojnë demir kapi, zëqatën, e po i pare ati të muri, që i ka halët, më halë, ka përshkon ti, ka jenis. Tha Muhammedit po i zbrit hajrë, po i lidh farefisin, i ka zbrit Muhammedit shariati i sadakave, i ka zbrit Muhammedit shariati i gjygjeve, i ka zbrit Muhammedit shariati i shtetit, i ka zbrit Muhammedit shariati i njerëzor. Muhammedit po i zbrit hajr. Kështu muslimanët, e qafirat, shka po i zbrit Muhammedit, arrena. In hiya illa asatiru l-awwalin e këtëtëbaha, fa hiya tumla alihi bukratan wa asila. Tha do vjersha, do prallat vjetra, që i kanë knu plesht, ki po i ripërtrin të krar. Po i ripërtrin Muhammedit të krar. Aj që s'din vjerë, s'din me shkruj, s'din me lezu, po i ripërtrin. Allahu Jalla Jalaluhu e vazhdon Kurani Kerimin, edhe thot, lilledhina ahsanu fi hadhihi l'hasana. Qato që janë të mirë me të mirë, do t'i shërbejmë këtë dunjo. Të mirat do t'ja vështojmë, do t'ja vjapim të rujtura, ditën e kiametit, wala daru l'akhirati khairun lil muttaqin. Mirë këtë ndunjo do të kalojnë muslimanët, mirë muslimanët do të kalojnë në ahirat, po në ahirat do të kalojnë edhe ma mirë, se thanë Kurani Kerim, wala l'akhiratu khairun laka min al-ula. Ahirati për ti janë shumë më i mirë edhe më i begatshëm se kjo botë, o Muhammed, edhe për umetin tanë. Jannatu adnin, tha gjennetet të larta, jannatu adnin jedkhulunaha, tha në gjennetet larta do të hinu mbeti jotë, tajri min tahtiha al-anharu, rjedhin lumej të këndshëm, rjedhin lumej të ngadalshëm në sarajet edhe palatat e pregaditura për në nimqarët.
Tha ju thot Allahu këtive, së kur ative që ju tha mas ju mbyll dera. A ju thot dishka mas ju mbyll dera ative? Edhe këtive ju thot dishka Allahu Gjelle Gjelalu mas i t'hin gjennet. E shka ju thot pra këtive? Kulu wa shrabu hani'an bima aslaftum fil ejami l'khalia. Hani edhe pini, tha, hani edhe pini për ditat që s'keni hongër dhe që s'keni pi në Ramazan. Muslimanët, komentatorët e mdhajnë me Ramazan e komentun. Tha, hani Allahu në gjennet. Ative qerve tha, khalidine fiha, të përgjithmonshëm në zjarë. Edhe ju keni me hongër me sigurin në gjennem, se në gjennem ka ushqim, edhe atje duhet me hongër. Tha, shajaratun ta khruju fi asli l'gjahim. Pem, rajti ka në fund gjehenemit. Degat i trupin zjarë, degat zjarë, fritët zjarë, fletat zjarë, therrat zjarë, ate duhet me hongër. Zakum, mbeturin e zjarit të shkrir të gjehenemit. Yuska fi adhanihimul hamimu. Tha prej langët të katranit të djegur në gjehenem, ju fogin me lejket në vesh. Kështu tha Allahu Gjelle Gjelalu. Kjo do t'jetë jetë e ative. Këtive kësaj palës tonë këton Allahu Gjelle Gjelalu. Edhe këtive du t'ju thonë gjennet dishka. Dhe hani, edhe pini prej të mirave dhe begative, se ju në dunjos hajshe dhe spishi. O tash, ku janë ato? Ku janë ato që një kohë ishin kavi rilidht? Ku janë ato që një kohë, a janë pendu mo ato? A kanë thonë ato mo astakfirullah al-adhim, zot falnaj se kemi qenë gabim. Hajvani rilidh, një rizgidh, është interesant. Është shumë interesant me këtë kapacitet të ullet të diturive të njerëzve në rastet të veçanta, kur ju kojtët ative, kur ja usel sistemi si nam një kashore. Si mos një nërë, si ty shë komunist, si ty s'ka zot, si të rrash babën nonën qera, po i thjeshtoj pak si tepër, ndoshta po hin pun, qtim në sluzhb, në vazifet, bëjmë shef atje, e tona i ngrati kujtose për një me. A i kujtose për një me shef. Ku janë ato njerëz? Jo vallahi, jo billahi, jo tallahi hajvanët nuk rinë lidh. Ato zgjidhen me nxes. Edhe shkojnë mal. Ato zgjidhen me nxes. Ato rinë zgjidh. Ato hanë Ramazan. Jo vallahi, jo billahi, jo tallahi ato nuk rinë lidh. Se ative ju qohet ngrasht me hongër 5 herë në dite. Ato s'rin lidh. Ato rin lidh mes me bodam, po për ka buka e për ka goja kur s'janë lidh. Pse ato janë kafsh. Jo vallahi ato s'bën nuk kanë shëndershme me nejt lidh. Ato duhet me nejt zgjidh se nuk janë të ngarkuara me ibadetat e Allahu Gjelle Gjelalu. E ku i ka hije me nejt lidh? I ka hije me nejt lidh njeriut. Po jo me kërpesh. I ka hije me nejt lidhun me një gjë. E shenjt e ka emnin imsak. I ka hije me uzgjidh ati, me një gjatë shenjt e ka emnin iftar. Në shka thojmë pra, njeri u lidhët, s'na ven neve turp, se thojmë, mos e ngut se ish lidh namaz. Na thojmë qështu ajo, mos i folë se ash i lidhëm. Ku a i lidhëm? A i lidhëm namaz. Pra Allahu Akbar, ish lidh. Që kush po lidh ka? A njeri po lidh ka? Jo njeri lidhët. Pa a i ku lidhët? A i nuk lidhët në direkt. A i lidhët në ibadet, a i lidhët në namaz, a i lidhët në imsak, a i lidhët në rit, a i lidhët në Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanu. Pra njeri, ju ti ka hi me që një lidhën, se për ndrishe, s'kemi pa ukmna me kërpeshas me kroshne. S'kemi pa fare, a i s'duhet me që një lidhën. Kush duhet me që një lidhën njeri ju? Për çka? Për fjale. Thot besën, inna l'ahda kana mas'ula, ka thonë Allahu në Kurani Kerim. Inna l'ahda kana mas'ula, besën që ja keni dhënë Allahu Gjelle Gjelalu, keni me u pyet ta dini. Keni thonë la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah është besë, pra për besën keni me u pyet, a keni nejtë në besë ajo. Tha inna l'ahda kana mas'ula, keni me u pyet për besën. Pra njeri lidhet për bese, lidhet për fjale, lidhet për namazi, lidhet për ibadeti. A njeri lidhet, kejtë lidh me ati i paguhet, kurse qertë, sa është me rëndësi fare, se si kalojnë për ato s'ka ngarkesa. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu i ndëruar i gjemat. Që ne t'jemi të qmuar nga në Allahut në këtë botë. Të qmuar në vorë, insha Allah. Të qmuar mëz vorit. Të ngritur o të lartësuar në manënhin e madhënijës ati ditën e kiametit. Allahu Gjelle Gjelaluhu e boft mirë e marë mujë në Ramazanit, insha Allah, për këtë njerëzit, edhe qunat, edhe fmit, edhe gratë, edhe burat, edhe nenat, edhe nanat,
që janë jashtë sot, o Zot banë që ato të hinë mrena. Kusha i burgosur liroje, o Allah i jonë. Kusha i smut në shtratë shëre, edhe kusha është në shtratë spitalit, në zërë jashtë sot, japi shëndetin ati që i ka me lindë sot, o Zot i madhë, ati që i ka e ka rendin me lindë sot, ati i bani ja kolaj rrugën me arën këtë dunjo. Nonës vetë pekja dhim të atë kejt, ja Rabbel Alemin, për hirë të këti muj, ati që i ka me arën këtë dunjo sot, ati që i ka me dalë sot në këtë dunjo, piksa i dunjo, edhe ati i bani ja let, ja Rabbel Alemin. Ati banja let me kaluna për derën e asaj botës qëtër ku fillon, edhe banja mirë masit jam mbyll mina derën për knena, ti banja gjana ati ja Rabbel Alemin, japja se vapët e mujt Ramazanit, ative që kanë dekë sot, ative të babave, prindve, gjyshave, nonave, nenave, që kanë dekë me herët, se vapët e derësit ton, se vapët e dëgjimit ton, se vapët e nënimit ton, japja panaj paksu neve se ti ki e bol, a i thesi, a i thesari jot, a i pashtershëm, lillahi l-Fatiha.